A zgjaten gjyqjet për fitim të avokatëve ose të sistemit? Për fitim të avokatëve, padyshim që jo. Një po them kështu ke të hapur me mujt sot i përfundoj gjitha çështjet që i kam hapur. Sepse përfundimi me me kohë rekord i çështjeve nga një avokat, përveç profesionalizmit, tregon mirëbesim, domthonë rrit mirëbesimin tek klienti, tregon që sistemi megjithatë funksionon, pra lëndët po kryen, kështu që as pak nuk lidhet me dashën e dikujt ose me idenë që dikujt i shkon për shtati kjo. Absolutisht asnjë nga ato shtylla që i përmendat sistemi i lehtësisë nuk përfiton nga zgjatjet e rasteve, por pse na ndodhin zgjatjet janë kryesisht mungesa e resurseve njerëzore dhe logjistike që me cilat ballafaqohet sistemi jot, dhe padyshim edhe hezitimi ose them kështu pamundësia që të qasemi dhe t'i akceptojmë shpejt ndryshimet teknologjike dhe t'i përdorim për të mirë në mënyrë që të reduktohet ose rastet të zgjidhen në afat rekord.